Prej sot 17 nëntore deri më 20 dhjetor të këtij viti, studentët do të mund të aplikojnë për vaucher me vlerë prej 15.300 denar për të blerë pajisje elektronike. Zëdhënësja e qeverisë Venera Azizi për Televizionin 21 tha se Ministria e Transformimit Digjital ka shpallur thirrjen publike, në të cilën të drejtë aplikimi kanë 55.000 studentë të rregullt dhe me korrespondencë. Shuma e përgjithshme është 15.300 denar. Dua që në fillim të theksoj se të gjithë studentët duhet të kyqen në sistemin e e-shërbimeve në webfaqen uslugi.gov.mk dhe aty qëndron edhe linku thirrje publike për pajisjen me vaucher elektronik. Por në rast u dështon aplikimi studentëve, Azizi thotë se duhet të marrin vërtetim në universitet dhe më pas atë dokument të ngarkojnë në sistemin e e-shërbimeve dhe më pas t'i ndjekin hapat e procesit. Në rast se ju paraqitet problem se nuk janë të regjistruar në evidencën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, automatikisht vetë sistemi i alarmon se nuk kanë një evidencë të tillë, nuk janë në fakt në një evidencë të tillë të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe menjëherë ju jepet një link tjetër, i drejton në një aplikim tjetër, një lloj qëndron thirrja, emri i thirrjes, vetëm qëndron në plus edhe formulimi që nuk janë në evidencën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Dhe aty duhet të ngarkojnë në fakt një dokument, një vërtetim se janë studentë të rregullt apo studentë me korrespondencë, të cilin vërtetim e marrin nga institucioni ku ata studiojnë. Menjëherë sot pas shpalljes kanë aplikuar rreth 1.000 studentë, pajisjet e blera me vaucher duhet të tërhiqen më së voni deri në fund të vitit, deri më 31 dhjetor 2025.